Mirëmëngjes të dashur me rubrikës tonë Turibani ju përshëndes. Të thash të bisedojmë sot për protestën e 20, ku populli shqiptar, rinia shqiptare, tash edhe pleqet të ri, gra fëmijë të çdo lloj moshe marrin pjesë në protestën marrëkombëtare. Pra, protesta 20 e gjithë popullit, protesta 20 e gjitha shtresave me përjashtim të autokracisë e diramiste. Pra, të dashur miq, sot thash të bisedojmë për protestën tonë të madhe, e cila çdo ditë po vjen e po bëhet edhe më e madhe, më e fortë, më e ndikueshme gjithkund në mediat botërore, vetëm në mediat shqiptare, në mediat e Edi Ramës, në mediat e Blera, nuk jepet jehona duar, po disa njerëz, siç tha lideri demokrat, janë të paguar për të bërë edhe për ta zbe demonstratën, protestën tonë. Prandaj ne, me urtësi edhe të papërkullur, të vazhdojmë derisa të jap dorëheqjen diktatori modern Edi Ramo Vučići. Për këto thash bisedojmë të përkrahim këta djeme vajza shqiptare që i kanë vu duart kundra regjimit të eger, kundra regjimit më të mo hajdut që ka pas në herë Shqipëria, mo korrupsionist. Nuk ka pas në historinë e popullit shqiptar një regjim që ka vjedh kaq shumë, që ka bë korrupsion kaq shumë, që ka prur në pushtet kriminela, ka prur në pushtet pojera, ka prur në pushtet mi 20 e sa kriminal, të cilët u zbuluan nga lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili me emra i deklaroi edhe i nxurrën nga parlamenti, i nxurrën me forcën e legitimitetin e ndërkombëtarëve, e me të gjitha realitetet që i kishin të bërë. Po ashtu sot vazhdojnë të qeverisin edhe më shumë se sa në atë kohë korrupsionista e hajduta. Pra, rinia është sot në këmbë dhe nuk do të ulet derisa kjo protestë të realizojë detyrën e saj shekullore. Ju faleminderit.